Radio 1 ju prezanton ciklin e temave Mos u trishto. Shpërblimi i brezit parë. Kurani fisnik na informon. Vërtet, Allahu që i kënaqur me besimtarët, kur ata nën hijen e atij druri të zotoheshin ty, dhe ai e dinte se ç'kishin zemrat e tyre, andaj udhëroi qetësimin dhe shpejt i shpërbleu me një fitore. Ky ajet shpjegon qëllimin më të lartë të besimtarëve, kënaqësinë e Allahut. Që Allahu të jetë i kënaqur me ty është gjëja më e çmuar që mund të arrish. Ky ajet përmend kënaqësinë e Allahut me brezin e parë të muslimanëve. Në të tjera vargje, ai përmend faljen për ta. Ashtu që Allahu të liroi prej mëkateve të mëparshme, që ti mveshëm, dhe prej atyre të mëvonshme. Allahu ja fali pejgamberit, edhe muhaxhirëve, edhe ensarëve, të cilët në çastin e vështirë shkuan pas tij, kur zemrat e një grupi nga ata gati u lëkundën. Allahu të fali ty pse u dhe leje para se të bëje qartë se cilët ishin të drejtët, e ti dije me kohë gënjeshtarët. Në këtë ajet, të qenurit i gëzuar përmendet sepse sahabët bën një betim nën pemë për të sakrifikuar jetët e tyre, duke synuar kënaqësinë e Allahut. Përse? Sepse me shehadetin e tyre, mesazhi do të vazhdonte dhe feja do të forcohej e përhapej. Allahu e diti se në zemrat e tyre kishte iman të fortë. Ata u stërmunduan, u djersitën, u sprovuan nga uria dhe u torturuan, por e rëndësishme për këto zemra fisnike ishte se Allahu që i kënaqur me ta. Ata lanë familjet, pasurinë dhe shtëpitë e tyre për t'u përballur me realitetin e ashpër të shkretëtirës, për t'u udhëtuar në një tokë tjetër, por shqetësoheshin vetëm për Allahun dhe kënaqësinë e tij ndaj tyre. Ai ishte shpërblimi i këtyre mbrojtësve të Islamit, devet, delet apo paraja? A mendoni se këto gjëra do t'i zbusnin zemrat e tyre? Kur? Ajo që i zbuste zemrat e tyre ishte kënaqësia e Allahut, falja e tij dhe shpërblimi i tij përjetshëm. Kurani na tregon. Dhe për shkak se ata duruan, i shpërbleu me xhenet dhe me petka mëndafshi. Aty janë të mbështetur në koltuk dhe nuk shohin as diell e as të ftohtë. Hijet e tyre janë afër mbi ta, dhe kalaveshët e pemëve u qasen shumë afër. Dhe atyre u shërbehet me enë të argjenta dhe me gota të tejdukshme. Të tejdukshme nga argjendi që ata përcaktuan të jenë sa duhet. Kënaqja edhe pas rënimit. Një njeri nga fisi i Apsit u nis për të kërkuar disa deve që i kishin ikur. Ai ishte larg shtëpisë për 3 ditë. Ai ishte një pasanik të cilin Allahu e kishte bekuar me kamje të madhe e me familje të gjerë. Ata jetonin në një luginë të gjerë ku kalonte një lumë. Rehatia dhe bollëku i rrethonte këta njerëz të cilët nuk mendonin kurrë se mund t'u vinte ndonjë e keqe. Tërë familja fjeti një natë gjatë mungesës së babait. Allahu zbriti mbi ta një përmbytje që i lëvizi gurët si era e fortë me pluhur. Shtëpia u shrënjos dhe tërë pasuria e familje e tij u shkatërruan. Pasi moti u qetësua, nga familja dhe pasuria nuk mbeti asnjë gjurë. Ishte sikur ata të mos kishin ekzistuar ndonjëherë. Pas 3 ditësh, njeriu u kthye në shtëpi dhe gjeti vetëm një tokë të zbrazët që nuk tregonte shenja jete. Nga tronditja që psoi, atij u desh ca kohë për të pranuar faktin se kishte humbur gjithçka. Pastaj për t'i bërë gjërat edhe më keq, njëra nga devet e tij u përpoq të ikte. Ai u përpoq ta kapte për bishti, por ajo e goditi me këmbët e pasme në sy, duke e verbuar. I vetëm në shkretir, njeriu thiri për ndihmë. Pas sa kohësh, një beduin i dëgjoi thirrjet e tij. E arriti
dhe e qoi tek El Velid ibn Abdul Meliku, kalifi Umejjad i Damaskut. Njeriu e tregoi historinë e tij dhe kalifi e pyeti: "Si je?" Ai u përgjegj me vendosmëri, i kënaqur me Allahun. Këto fjalë të fuqishme e të mëdha që u shqiptuan nga ky musliman, që e mbante njëshmërinë në zemër, u bën mësim për ata që pasuan. Cili është ky mësim? Të jesh i kënaqur me Allahun gjithmonë e në çdo rrethanë. Dhe le të provojë ndonjë rrugë tjetër ai që nuk është i kënaqur, nëse do. Le të ngrihet me ndonjë mjet në qiell e le të shikojë se apo ja largon mjeshtria e tij atë që po mllëfos. Jini të vendosur në marrjen e një nisme. Ajetet e Kuranit fisnik tregojnë: atëherë kur të kesh vendosur, mbështetu tek Allahu. Pa dyshim, Allahu i do ata që mbështeten tek ai. Sa herë duhet marrë një vendim, shumë prej nesh ngatërohen dhe ngurojnë, dhe kjo sjell shpesh dhimbje koke. Kur një muslimani i paraqiten disa mundësi, ai duhet konsultojë të tjerët dhe të falë namazin që këshillohet për marrjen e vendimit. Ju duhet i mendoni gjërat para se të hidhni hapin e parë në ndonjë drejtim, por nëse bindeni se njëri shteg është më i miri, duhet të veproni pa vonesë. Atëherë koha e konsultimit edhe planifikimit mbaron dhe vjen koha për veprim. I dërguari i Allahut këshilloi me muslimanët në ditën e Uhudit. Ata i sugjeruan të dilte në luftë. Kur shokët e tij i thanë: "Mos vallë të shtym ne që të dalësh, o i dërguari i Allahut. Ndoshta duhet rrije në Medinë." Ai i vuri parzmoren dhe mori shpatën. Ai u përgjigj: "Nuk i ka hije një pejgamberi të vesh parzmoren e pastaj ta heq atë përpara se Allahu të gjykojë midis tij dhe armikut të tij." Por sa i dërguari i Allahut vendosi të dilte, çështja nuk donte më thellim, por përkundrazi, vendosmëri, veprim, prijësi e trimëri. Ngjashmërisht i dërguari i Allahut u këshillua me sahabët para betejës së Bedrit, duke ndjekur urdhrat e Allahut, dhe këshilloju me ta në çështjet e tyre, dhe që konsultohen mes vete për punë të përbashkëta. Ata shprehen mendimet e tyre edhe pastaj morën vendim të prerë e u nisën për në betejë. Ngurimi i përhershëm është emet e karakterit njeriut, e cila çon shpesh në dështim dhe ngatërrim. Njoh njerëz që janë të lëkundur për vite rreth vendimesh të ndryshme që duhet ishin të lehta e të zakonshme. Ishin vetë ata që e ftuan dështimin dhe zhgënjimin të hynte në jetët e tyre. Duhet të studioni anën praktike të gjërave. Jepini vetes pak kohë për t'i situr gjërat. Kërkoni këshillën e njerëzve të urtë dhe me përvojë, dhe lutjuni Zotit t'ju udhëzojë në më të mirën e dyja më shumë mundësive. Por në fund, veproni dhe mos e zvarrisni vendimin tuaj. Pasi vdiqi dërguari i Allahut, shumë prej fisëve arabe refuzuan të paguanin zakatin. Ebu Bekri u këshillua me njerëzit se ç'duhet të bënte me këtë situatë. Njerëzit, duke përfshirë sahabiun e madh, Umerin, e këshilluan të mos luftonte kundër këtyre fisëve. Prapse prap, kalifi, pasi i peshoi argumentet, vendosi që ata duheshin luftuar. Ai tha: "Për atë që ka në dorë shpirtin tim, do ta luftoj atë që bën dallim midis namazit dhe zakatit. Për Allah, nëse më refuzojnë edhe një ushkur nga ajo që i jepnin të dërguarit të Allahut, do t'i luftoj ata." Umeri tha: "Kur e pash se Allahu e kishte hapur zemrën e Ebu Bekrit, e kuptova se është e vërteta." Ebu Bekri, pasi i peshoi mundësit, mori vendimin e rëndë. Ai luftoi ata njerëz dhe fitoi mbi ta.
Një tipar i hipokritit është të bëjë që një plan të dështojë, duke bërë pyetje pafund se ç'duhet bërë dhe duke kërkuar që çështja të hetohet më tej. Kurani tregon: edhe sikur të dilnin me ju, ata nuk do t'ju shtonin veç nga tresës, dhe shumë shpejt do të përçanin mesin tuaj, duke kërkuar t'ju turbullojnë. E ndër ju ka të tillë që i dëgjojnë ata. Allahu i njeh shumë mirë hipokritët. Dhe ata që nuk luftuan e të vetëve u thanë: sikur të na dëgjonin neve, nuk do të vriteshin. Thua ju: largojeni pra vdekjen prej vetes suaj, nëse flisni të vërtetën. Fjalët e tyre të preferuara janë: po sikur, ta kishin bërë këtë dhe atë, dhe ndoshta. Ata lëkunden vazhdimisht në trull të paqëndrueshëm. Ata janë të luhatshëm midis kësaj dhe asaj, e nuk janë as me këta e as me ata. Nga njëherë janë me ne, e nga njëherë me ta. Në kohë krize ata thonë: si kur ta dinim se do të luftohej, do të vinim pas jush. Ata gënjejnë për Allahun dhe janë të pasinqert me veten. Në kohë të lehta ata janë aty, por po dolin ndonjë situatë e vështirë, ata ja mbathin dhe fshihen. Njëri prej tyre thotë: më lejo të mos shkoj në xhihad dhe mos më sprovo. Për të ikur nga detyra, ata thanë para luftës së Hendekut: shtëpitë tona janë të pambrojtura, edhe pse ato nuk ishin të pambrojtura.